الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndërimi qoftë Allahut i cili na arriti pasi që ishim të vegjël. Falëndërimi qoftë Allahut i cili na mundësoi me pasi që nuk shihnim. Falëndërimi qoftë Allahut i cili na bëri të ndëgjojmë pasi që nuk ndëgjonim. Falëndërimi qoftë Allahut i cili na udhëzoi pasi që ishim të humbur. Falëndërimi qoftë Allahut fillim dhe mbarim, dhe derisa Allahu të kënaqet dhe pasi që Allahu të kënaqet. Dhe falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall gjithherë në këtë botë dhe në botën tjetër. Vëllezër të nderuar, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thotë Allahu, nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër pos që ata të më adhurojnë. Dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allahu nxorri prej barqeve të nënave tuaja. La ta'lamuna shay'a. Dhe ju nuk dishit asgjë. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Dhe Allahu u pajisi juve me të ndëgjuarit. Pra, u krijoi të ndëgjuarit dhe të pamërit, shikuarit, dhe u dha zemra la'allekum tashkurun, në mënyrë që të falenderoni, në mënyrë që të jeni mirënjohës. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu në Kur'an: "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Dhe Allahu u dha juve gjithë çfarë u nevojitet për jetesë. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dhe nëse përpisni ti numëroni të mirat që Zoti dha juve, s'do keni mundësi të arrini dhe të përkufizoni ato në numër. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A mos vallë mendoni se ju kemi krijuar kot dhe mendoni se nuk keni për të kthyer tek ne. Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq. Thot Allahu në vazhdim: I pastër dhe i lartë qoftë Allahu sunduesi i vërtet. La ilaha illa hu, s'ka të adhuruar tjetër me merit pas tij. Rabbul Arshil Azim, ajo është Zoti i Arshit të Madh. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu në Kur'an: "E yahsabul insanu an yutraka suda." A mos vallë mendon njeriu se do lihet pa u marrë pyetje dhe do lihet pa urdhëruar dhe pa u ndaluar. Pra pas gjitha këtyre ajeteve që i ndëgjua vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka krijuar me qëllim të caktuar.
Dhe për këtë qëllim për të cilin jemi krijuar dhe kemi ardhur në këtë botë, Allahu subhanahu wa ta'ala do na pyes dhe do na ndal për llogarinë e ditën e gjykimit. Dhe për këtë qëllim për të cilin ne jemi krijuar, Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoi pejgamber dhe i përmbylli pejgambert me vullën e pejgamberve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë qëllim për të cilin jemi krijuar dhe kemi ardhur në këtë dynjë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit libër nga qielli. Pra ka zbrit Kur'anin fisnik, Kur'anin Kerimin, për mos të devijuar nga qëllimi për të cilin jemi krijuar, vëllezër të nderuar. Allahu subhanahu wa ta'ala e krijoi këtë gjallësi dhe e vendosi këtë tokë dhe e vendosi diellin i cili lind dhe perëndon për njeriu në tokë. Dhe Allahu xhelalu ala i krijoi çdo gjë të përshtatshme për atë se çka i duhet ti njeriu. Dhe çdo gjë Allahu subhanahu wa ta'ala e lan shërbim të njeriu. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala çdo gjë e krijoi në shërbim të njeriut dhe e nënshtroi për njeriun që jeton në tokë. A thu vëllezër të nderuar, pse e bëri Allah azza wa jall të gjithë këtë? Përgjigja është se ashtu siç u nënshtrua çdo gjë për tyje, ti duhet të jesh i nënshtruar ndaj krijuesit tënd. Ti duhet të jesh i bindur dhe i përulur dhe i kthyer ka krijuesi yt, ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala na krijoi në formën më të bukur. Thot Allahu në Kur'an: "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dhe keni prova dhe shaja të qarta në veten tuaj, krijimin tuaj. Mirë po, a nuk jeni duke e pa? A nuk jeni ka shihni këtë mrekulli që Allahu xhelalu ala ka krijuar njeriu? Dhe se si Allahu subhanahu wa ta'ala ka besu ky njeri që një ditë s'ka qenë fare i përmendur. Si thot Allahu: "Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura." Me të vërtetë ka kaluar një periudhë kohore që njeriu s'është përmend fare. Ku kemi qenë para 60 vjetë? Ku kemi qenë para 100 vjetë, para 200 vjetë, 1000 vjetë kështu me radhë? S'ke qenë fare. S'ke ekzistuar hiç. Mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala na solli në jetën e kësaj bote. Dhe Allahu xhelalu ala na dha mendjen me logjiku. Na i dha veshët me ndëgju. Na i dha syt për me pa. Na i dha durt për me punu. Dhe na i dha këmbë për me jetë në tokën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu: "Wa laqad karramna bani Adam." Me të vërtetë kemi nderuar bijtë e Ademit. Dhe ja kena mundësu atyre me udhëtu në tokë dhe në deti. Edhe në këtë kohën bashkohore në për qiell dhe në për ajër. O gjitha këto Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bo për neve në këtë tokë. Prej momentit që i na hinë këtë xhami këto, asnjë nga ne nuk e kena numru sa orë kena rrejt qërpik të syrit. Mirë po si pas mjekve, edhe nëse qërpik të syrit nuk rrehen që pallat, atër vëllezër të nderuar ishin shterë syt. Kush po ban që ti me i rrej këto çepallat e syrit? Dhe pastaj as mos me të pengue, qoftë të hangër apo të pi apo në bisedë me shokun. Allahu xhelalu ala qita këtu i ka bohen shërbim tëndin. Në mënyrë që ti vllai dashur musliman, mos të humbësh qëllimin për të cilin je kriju. Dhe mos devijosh nga rruga për të cilën je urdhëruar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thënë në Kur'an: "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Thotë ti njeri, çka të mashtroi që ja ktheve shpinën rrugës së Allahut subhanahu wa ta'ala? Çka të mashtroi që e la namazin, e la xhumon, e la Kur'anin, e la rrugën e pejgamberëve të mi? Çka të mashtroi? Kush të habiti? Kush të bindi ty që shpinën mja këthi rrugës Allahu subhanahu wa ta'ala?
Prandaj Allahu subhanahu wa taala po na thret vëllezër të nderuar me u pendu. Po na thret me u futë të gjithë në rrugën e tij. Po na thret se me u bë mis të Allahut dhe jo mis të shejtanit. Kush ka mundësi vëllezër të nderuar pas Allahut xhelalu ala me lind dillin për çdo ditë pa kur far potenciali dhe fuqia njerëzve në tokë, bile as nuk e vrejna këtë lëvizje të dillit domosdoshmë që e bën Allah subhanahu wa taala pa kur far mundi ka ona jon, e lind Allah subhanahu wa taala për çdo ditë lindje dhe perëndim. A mos vëllezër të nderuar jemi duke prit një ditë kur Allah subhanahu wa taala tregon se ka me lind dillin perëndim, edhe ka me perëndun lidhje. E atëherë kur ndodh kjo, atëherë të gjithë njerëzimin e tokë kur do që u gjallë, ka mu pendue. Mirë po pendimi ti ka me ka nivon. Pendimi ti nuk pranohet. Me laqet kur të lind dillin nga perëndimi dhe perëndon e lindje, atëherë kanë me lshu lapsat e tyre. Kanë me mbyll regjistrat, edhe kush do mo që pendohet dhe ba veprat mira, mo nuk ngjitet Allah subhanahu wa taala. Nëse ai s'ka besu ma heret, dhe nëse s'ka shtu veprat mira në imanin e tij, nëse s'ka qenë musliman ma heret, nëse s'ka qenë namazli ma heret, nëse s'ka bo veprat mira ma heret, po di hava tash është ky pendim për tina. Tash pendohen të gjithë, tash binden të gjithë, tash e pranojnë të gjithë Allahun si Zot, tash duhen me adhuru Allahun të gjithë. E din që pejgamberin që ka dërgu Allahu ka qenë hak, dhe i vërtet në ato që ka lajmëru, edhe Kur'anin që Allah ka zbrit, e kuptojnë që hak ka qenë. Mirë po hinë e latë në edhem, atër nuk banë dëbim o pendimi vëllezër të nderuar. Merën jam bjenë si kurse kjo që jena, jo gjithse cilin ndoshta i përshtatet klima. Dikush e lyj pak ma flat, e dikush e lyj pak ma nxet. Mirë po, apo ndalu me meditu vëllezër të nderuar. Këto kushte klimatike të cilat Allah xhelalu ala i ka vendosur në tokë, kjo nxehtësia e dillit që lind për njerëzën tokë, e ka lënë atë minusin atje, kush ka hyrë në aeroplan e din që atje qëtë minus 60 e ma shumë, edhe ka lënë domosdoshmë nxehtësia këtë minus, edhe ty ta ban plus të në tokë. Domosdoshmë se gjitha kushtet e përshtatshme Allahu subhanahu wa taala i ka kriju për njeriu në tokë, që njeriu t'i bindet Allahu subhanahu wa taala, që njeriu mos të regohet me një mandë e Allahut, dhe mos t'i refuzon urdhrat e Allahut, dhe mos të jetë kryelart dhe i pa bindur dhe Allahut subhanahu wa taala. Pa morë parasysh pozitën se çka mundesh me posë këtë dynjë, a mundesh me kon kryetar shteti, a mundesh me kon kryeministër, a milioner, a pasanik, a fukare, a mundesh me kon pa morë parasysh pozitën këtë dynjë, ti tek Allahu subhanahu wa taala i Rabb. Ti tek Allahu subhanahu wa taala duhesh të jesh i nënshtruar, dhe ti tek melaqja e vdekjes nuk të shkruan atje zanate se çka punon, mirë po është dakike dhe momenti dhe e gjeli se ku kime dalë për jetë e soj bote. Nuk në gjenë ndryshe vëllai dashur. Prandaj me atë se si ka adhuru Allahun subhanahu wa taala në këtë dynja, me atë dhe do shpëtosh kur dilesh për Allahun ditën e gjykimit. Prandaj përderisa e kupton qëllimin për cilin je krijuar këtë dynja dhe punon për këtë qëllim, atëherë vëllezër të nderuar duhesh të jamësysh pendimit, nga se pendimi është grada më e lartë që Allah subhanahu wa taala don robin kur i kthehet, edhe me hap një fletë të re pas pendimit me Allahun subhanahu wa taala, se do i qëndrojnë besnik marrëveshje se Allahu të penduar, se thot Allahu xhelalu ala në Kur'an, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, dhe të gjithë ju o besimtar pendohuni tek Allahu la'allakum tuflihun, në mënyrë që të gjeni shpëtimin dhe të jeni të shpëtuar. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, wa bi ahdi Allahi awfu, dhe besën e dhën Allahut që në vend. Pra besa që kena marrë prej Allahu subhanahu wa taala është që e kena thonë shahadetin, dhe ky shahadet nuk është vetëm fjalë goje, mirë po lyp vepra, lyp namaz dhe vepra të mira, dhe me qëndrue besnik dhe Allahu subhanahu wa taala, në mënyrë që në botën tjetër me doli shpëtuar. Pra
Allah po thot wa bi ahdi llahi awfu, dhe besën që ja keni dhënë Allahut që në vend. Atin që don të thotë vëllai dashur kur dilsh nesër pra Allahut dhe marrveshën që e ke thonë shahadetin, e ke lidh këtë kontratë me Zotin tënd, atëherë nuk ju ke përmbajt kontratës dhe nuk e ke përmbush rregullat që Allah subhanahu wa taala i ka lypë prej teje. Prandaj, përderisa jena në këtë dynja, e kena një shansë dhe një mundësi sa shpirtin trup. Në momentin e daljes së shpirtin nga trupi, atëherë mbyllet për ty mundësia me fitu xhenetin e Allahut azza wa jall. Sa e ki shpirtin trup, e ki mundësin me fitu xhenetin e Allahut azza wa jall. Prandaj nëse nuk e fiton për kësaj dynjaje, nuk ka më shansa tjera për me të dhonë prap mundësia që ti me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala thon Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula", thotë çdo popull kemi çu pejgamber. "En i'budullaha wastanibu at-taghut", thotë që t'ju thuajnë popujve të tyre dhe umeteve të tyre të adhuroni Allahun dhe t'i largoni rrugës së devijuar dhe rrugës së humbur dhe rrugës së shejtanit dhe tagutit. Allahu na ruaj. Prandaj, pasi që e kuptovëm në fillim kësaj hutbe qëllimin e krijimit, që nisëm me ajetin kuranor se Allahu na ka kriju për me adhuru Allahun, atëherë ky ajet që ndëgjuat tash së fundi tregon se kanë ardhur pejgamberët e Allahut për me treguar rrugën. Prandaj është mirësia e madhe vëllezër të nderuar që Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësues mes neve dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe rruga e tij është rruga e cila na çon tek Allahu subhanahu wa taala dhe na shpëton në varr dhe na shpëton në ditën e gjykimit dhe na çon në xhenetin e Allahut azza wa jall nëse ne ndjekim dhe pasojmë. Përndryshe nëse ne ja kthejmë shpinën dhe nëse nuk e ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do pësojna në këtë dynja, do të pësojna në varr dhe do pësojna në ditën e gjykimit kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, gjithçka që na rrethon për trupin ton, e pastaj ambientit ku qëndron, e pastaj qiellit e hapur kështu me radhë, vallahi ka do që e hedh shikimin tënd, nuk e më gjet diçka që është rastësisht. As veshi su pa qëllim, e as syni su pa qëllim, e as durës janë pa qëllim, e as kjo hutbe që më vendosën ta, e as kjo xhami që u qel, e çka do që e hedh në trupin tanë dhe ambientin ku jeton, e sheh se gjithçka ka qëllim, sepse është marrue. Shumica e gjërave që i shiqojnë rreth nesh janë të ngurta, edhe megjithatë kanë qëllimin pse janë marru. Ndërsa njeriu në Allahu xhelalu ala që ka krijuar e ka bëhe me mendje, ja ka dhonë logjikën dhe mendjen, e ka dalu për gjitha gjallesat, dhe pasaj ja ka dhonë shpirtin Allahu xhelalu ala, ja ka dhonë amanet këtë shpirt ja ka bashku me trupin, deri në ditën kur t'ja dërzën Allahu xhelalu ala, atëherë se si po vepron tokën Allahu subhanahu wa taala. Derisa dhe këpucat të cilat e kemi vendos në raft, wallahi nëse pyet dikam prej nesh, ose të ke fundit edhe ata ateistat të cilët nuk e besojnë Allahin fare, thonë këpuca ka qëllim. Edhe ti bjen mbi 10 arsye se pse e kanë marrue. Ndërsa ai që mbot këpucën, këpuca s'pas ka logjik, s'pas ka sy, s'pas ka vesh, po megjithatë pas ka qëllimin pse është marru. E pas ka qëllimin pse është prodhu. Ndërsa njeriu në Allahu xhelalu ala ka nderuar për gjitha krijesat. Prandaj Allahu thon Kur'an: "Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas", ata janë shembuj që ne u asillum njerëzve, "wa ma yaqiluha ila al-alimun", mirë po si kuptojnë përveç se njerëzit e ditur. Të meditojmë vëllezër të nderuar këtë krijimtari të Allahut subhanahu wa taala, duke filluar nga vetja jonë dhe nga ajo që na rrethon, edhe na fshtot imanin madhështinë e krijuesit, se si Allahu xhelalu ala e ka botë përshtatshëm çdo gjë që ne me jetue, mirë po jo me jetu rastisht, jo me jetu pa qëllim, jo me jetu pa domethënie, mirë po me jetu për qëllimin për cilin na kriju, nga se për këtë qëllim kena me dhënë përgjegjësi kur dalim para Allahut azza wa jall. E lut Allahun azza wa jall që Allahu na mundson me kuptu drejt dhe saktë qëllimin për cilin jena kriju, dhe ta adhurojmë Allahun azza wa jall këtu, dhe na shpërblen Allahu në botën tjetër. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.
Elhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndërimi qoftë Allahut azza wa jall, salavat dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, kanë marrë shembull dietar dhe kanë thonë nëse kemi një instrument që është shumë i dobishëm për njerëzit, mirë po s'dina mi përdor, çfarë duhet bojna? Thotë para duhet mu lidh me prodhuesin ose duhet mu lidh me përfaqësuesin. Nëse lidhëm me prodhuesin ose përfaqësuesin e marrën vesh ato, atëherë dobia ka më kon shumë e madhe për neve. Kush është ky instrument? Ky instrument ka thosh njeriu, po ky instrument është njeriu në tokë. Ndërsa e krijuesi është Allahu, ndërsa e përfaqësuesit janë pejgamberët e Allahut. Pra përfaqësuesi është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ne punojna për qëllimin për të cilin na kriju, atëherë dhe shpërblimi do jetë marramendës botën tjetër. Do jetë shpërblimi s'ka syni, s'ka pa vesh, s'ka një dhe menja një, s'ka mujtë me imagjinuar. Shpërblim shumë i madh te Allahu subhanahu wa taala kur dalun para tina. Prandaj punojna për qëllimin për të cilin na kriju. Dhe të adhurojmë Allahun azza wa jalla ashtu siç do ai. Dhe të jetë frekuentimin tonë xhamia te Allahu subhanahu wa taala, dhe zemrat tona të lidhura me namazin, dhe me ibadetet dhe adhurimet të cilat i don Allahu subhanahu wa taala. Këto vëllezër të nderuar janë përgatitja më e mirë për botën tjetër. E që e kena haru fare krejt. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshillon hadith, udhkuru hadhim al-ladhat, për kujtoni ato që është ka trëngnasit e kësaj bote. E sheh sa njeriu ditë për ditë po përcjellën botën tjetër. Një ditë do jenë në rënë unë edhe ti. Mirë, po pa veprat mira shkohet në atë botë. Aja që kemi lënë këtë dynja është pasuria, familja, vinë me ty deri tek varri, ndërsa aja që të shoqëron varr janë veprat e mira, janë aja për cilën ke punu sa ke qenë mbi tu. Prandaj lut Allahun azza wa jall që Allah na bën nga ata të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala të bindur, të nënshtruar dhe të përulur ndaj tij këtë botë. Dhe lut Allahun subhanahu wa taala që zemrat tona të jenë të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Dhe lut Allahun subhanahu wa taala që të na bën nga ata që friksohen vetëm atij dhe shpresojnë vetëm tek ai dhe duajnë më së shumti Allahun xhelalu ala. Lut Allahun azza wa jall që mu dhe ju Allah na fal, na mëshiron, dhe Allah azza wa jall t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë, veçanti ata që janë në Gaza dhe në vende të ndryshme të botës. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.